po provokon, masëre hajti që po tërhekna. Nëse ku vendi me si mas UEFA së FIFA s'është në rregull. Nuk është mirë mo ministria me reague. Është mirë milion me dojtë. Bravo, çfarë thashë nëse më arë? O jo, se unë du sportin para krejve, shumë intereson me du futbolin. Problemi dy kon tjetër, që nëse nuk kanë rregull, pasojat kanë mi bord klubet e futbolin në Kosovë te ligje për sponsorizim. Që monë registruosh kjo. Monën mend se çfarë thon. Jo, është diçka e ditur, që nuk mirë, nuk di të proces. Klubat kanë drejt me futbolit në sponsorizimet. Në aspekt të ligjit, nëse nuk ka ligj për sponsorizim, është problem me mbijetu klubet e jo, më shumë i ca klubet shuan. E dim gjithë to. Çfarë tash, a kthejmë diçka flosmi. So klube që tash puni, lejtor që ka përfundu kampionati muj, janë ka 3-4 muj mrapa me paga. Në mund kështë një problem veti. Nëse nuk i marrim porët, për ligjë për sponsorizimit, ka me qenë problem u pagu lejtarët. Ka më shku 3 vjetë, ka më shku 3 vjetë. Kjo është problemi madh. Atëherë, kush po dëmtohet? Po dëmtohet futbolli. Pse po dëmtohet? Për malësi edhe për vakume. Edhe ministria u dosh më herët me reagu, ministria u dosh më herët me reague. Pa më parasysh se na kon zgjedhje. Ti ki zyrtar ligjor aty që janë. Ata janë në punë. Ata nuk janë s'kan pozitë politike, ajo ka pozitin e rregull. Edhe federata ajo s'ka punë pengon mua, valve çfarë se bën. Ajo në aspekt juridik s'ka punë pengon.